Mirëmëngjes në hapësirën informative Shqipëria Sot, unë jam Kasandra Palli dhe së bashku do jemi në minutat në vijim për të parë të gjitha zhvillimet kryesore. Ndalemi me një herë tek një zhvillim i minutës së fundit në Fier, një ngjarje e pazakontë ka ndodhur përgjatë natës në lagjen Tetshkurti, ku një i ri ka humbur jetën gjatë një tentative për të vjedhur një shtëpi në këtë zonë. Lidhemi për të mësuar se çfarë ka ndodhur me kolegen Valbona Davidi. Valbona, të përshëndes, çfarë dihet deri më tani për këtë ngjarje të pazakontë, duhet thënë, dhe si është konstatuar trupi i pajet i autorit që tentoi të vjedh banesën? Po Kasandra, deri tani do t'i referohemi dhe jemi duke ju referuar pikërisht informacioneve që ka dhënë vetë në fakt vëllai i pronarit të banesës, i cili ka njoftuar policinë së bashku me fëmijën. Bëhet fjalë për një ngjarje e cila ka detaje rrënqethse dhe është tronditse, sepse kemi të bëjmë me një burr i cili është gjetur i vdekur dhe i varur në pjesën e xhamave të derës kryesore të një banese në lagjen Tetshkurti. Është një lagje periferike, kryesisht me banesa private, konkretisht banesa e Uani Lules, i cili ndodhet në Greqi prej një muaji, si kundër rrëfen vëllai i tij Nikolaj Lule, ka qenë e braktisur dhe për të kujdesej vetëm një fëmijë i cili her pas here shkonte për të parë dhe për të hapur dyert e dritaret me qëllim që banesa të mbetej e ajrosur. Por mëngjesin e sotëm, fëmijë i familjes Lule në lagjen Tetshkurti është shokuar dhe është tronditur kur ka gjetur, të paktën sipas deklarimeve që ai ka bërë në polici, kur ka gjetur në hyrjen e banesës një burr rreth të 40-tave, mendohet që mosha e viktimës të varioj nga 35 deri në 40 vjeç, i cili kishte mbetur i varur në xhamin e derës kryesore dhe në një herë ka njoftuar policinë. Dyshimet e para të policisë, e cila është duke hetuar ngjarjen dhe duke kërkuar të identifikojë viktimën, janë se kemi të bëjmë me një vjedhës, me një person i cili ka dashur të vjedh sende nga banesa në fjalë, por ka humbur jetën në tentativë për të hyrë pa u pikasur, duke thyer xhamin dhe më pas duke kërkuar që të hyjë brenda banesës. Me sa duket, ky ka qenë një çast fatal për viktimën, sepse nuk ka mundur të parashikojë se mund të pritej në mënyrë të tillë nga xhamat e dyerve derisa të pësoj vdekjen. Mbetet për të parë dhe për të sqaruar nga policia, sepse sikundër thash ne jemi duke ju referuar deri në këto momente që flasim vetëm deklaratave të familjes Lule në lagjen Tetshkurti, ndërkohë që policia ende nuk ka një komunikim për shtyp, një komunikim zyrtar për të treguar versionin zyrtar të ngjarjes dhe për të parë se cilat janë pistat e mundshme të hetimit. Por deri tani pista më e bindshme dhe të paktën nga ato informacione që mund të marr pak minuta më parë në komisariatin e policisë së Fierit, është pikërisht pista e vjedhjes, pra një tentativë e dështuar dhe fatale vjedhjeje për autorin që në rastin konkret ka mbetur i vdekur. Ndërkohë, Valbona, ke patur mundësi edhe të bisedosh me vëllain e pronarit të kësaj banese, i cili sikundër edhe tjerë raportove po kujdesej për shtëpinë her pas here, pasi pronari i shtëpisë ndodhej në emigrim. Ndjekim pak se çfarë ka deklaruar ai. Vllai ka ikur ka një muaj në Greqi te fëmijët, do kalonte Pashkët, do vinte. Mirë po, do t'i mbrëm. Unë para 2 ditësh isha këtu, kontrollova, s'kishte gjë. Mirë po kala një komshi këtu që vjen për ditë për të shkyrë qenin. Mirë po, kur kisha ardhur sot mbjes, kishte gjetur një person këtu në dritaret. Me vrap kishte lajmëruar policinë, lajmëroi dhe vllana dhe ja. Vllai më mori mua se kisha marrë çelsat e shtëpisë. Erdha këtu, e këta policisë, bën verifikimet tëra, ai na kishte ardhur. Fillimisht ishte thyrë të xhamin aty të dritaret, po s'kishte gjetur gjë aty si masase. Dhe ardhur ka qenë dritarja këtu e shtëpisë. Këto xhamat të janë të vegjël, një pa i ka tentuar që të futet aty. Aty ka ngecur gjysmë trupi, as nuk dilte, as nuk. Në mëngjes, ai zotëria që vjen këtu ushqen qenin, e gjeti të vdekur këtu në xham. Unë nuk jetoj këtu, prandaj unë jetoj larg, po erdha se kisha çelsat e shtëpisë. Sa që të hyj tjetër në shtëpi,
dhe me hijet megjithatë ai ishte nisur të kthehet. Ky duhet të ishte të 35 vjeçat. Nuk di nuk njoh fare këtu në zonë jam. Nuk e di. Policia më pyeti, ishte fytyrë pa parë, ishte me kapuç, i rregull tamam me doreza. Mirë, Valbona, kemi ndjekur kështu edhe këtë deklarat nga ana e vëllait të pronarit të banesës, banesë e cila tentoi që të binte pre e një grabitje, duhet thënë, fatale për autorin e kësaj ngjarje. Unë falenderoj edhe për detajet që ndave në këtë raportim të drejtë për drejtë. Kryeministri Edi Rama ndodhet sot në Vlorë, ku në agendën e tij janë një sër inspektimesh dhe takimesh me fokus zhvillimin urban dhe turizmin. Do lidhemi direkt nga Vlora me kolegun Elton Nika. Elton, përshëndes, cilat janë ndalesat kryesore të Ramës sot në Vlorë, të kësaj vizite, duhet thënë deri më tani, çfarë pritet, cila është agenda e tij? Në fakt, në kuadrë të turit punë të Shqipërisë, Kryeministri Edi Rama ka mbërritur mëngjesin e sotëm në qytetin e Vlorës, e ka nisur rreth orës 10 e 15 minuta me një inspektim në zonën e Lungomare 4, në zonën e plazhit të vjetër. Pas pak pritet të mbri në bulevardin e palmave dhe agrumeve, i cili është një tjetër investim që implementohet në qytetin e Vlorës, investim shumë i rëndësishëm. U ndodhen pikërisht në bulevard, aty ku Kryeministri Edi Rama ka parashikuar rreth orës 11 e 30 minuta të mbri pikërisht në këtë vend për të inspektuar, pra, siç e thash, edhe një tjetër investim shumë të rëndësishëm për qytetin bregdetar, i cili pritet të përfundojë përpara nisjes zyrtare të sezonit turistik. Gjatë kësaj kohe, midis inspektimit në zonën e plazhit të vjetër dhe inspektimit në bulevardin e palmave dhe agrumeve, Kryeministri Rama ka zhvilluar një takim me dyert mbyllura me operator turistik, kryesisht për mbarvajtjen e sezonit turistik, ndërsa në orën 12 do të ketë edhe Asamblenë e Partisë Socialiste të Vlorës, e cila do të zhvillohet në ambientet e Pallatit Kulturës në zonën e Skelës në qytetin e Vlorës. Pra, pak a shumë kjo është agenda e Kryeministrit Edi Rama gjatë ditës sotme në qytetin e Vlorës, siç e thash pak më parë, inspektime në 2 investime shumë të rëndësishme për qytetin e Vlorës, vijimi i Lungomares, ajo që tashmë quhet Lungomare 4 në zonën e plazhit të vjetër, bulevardi palmave dhe agrumeve, edhe padyshim për ta përmbyllur më pas gjithçka me Asamblenë e Partisë Socialiste që do të zhvillohet në qytetin e Vlorës në orën 12. Të paktën nga informacionet që kam, nga ajo çfarë ka zhvilluar në inspektimin e parë, Kryeministri Rama ka lënë edhe detyrat përkatëse për vijimin e këtij projekti, ecjen sa më të shpejt të punimeve me qëllim që dhe ky projekt jetë të paktën në pjesë më të madhe të tij i aksesueshëm për sezonin turistik të këtij viti, duke patur konsiderat faktin që bëhet fjalë siç është shërbitorja Lungomare 4 në plazhin e vjetër, një investim i cili do të vijojë dhe do të shtrihet në kohë, pasi gjatësia e tij do të jetë nga zona e portit, do të vijojë përgjatë gjithë të zonës së plazhit të vjetër, duke i dhënë jetë edhe një prej zonave shumë të rëndësishme siç është zona e plazhit të vjetër. Padyshim pastaj bulevardi i palmave dhe agrumeve, i cili mund të themi që është në fazat finale të tij, ka përfunduar asfaltimi apo edhe implementimi i trotuareve dhe më pas do të vijohet me ndriçimin dhe natyrisht edhe palma dhe agrumet, të cilat do të vendosen përgjatë gjithë gjatësisë së këtij segmenti rrugor në qytetin e Vlorës, një investim i cili kryhet nga qeveria shqiptare në bashkëpunim me Bashkinë e Vlorës. Dhe për ta përmbyllur, siç e thash, është padyshim Asambleja e Partisë Socialiste në orën 12. Mirë, Elton, faleminderit për gjitha detajet që ndave në këtë raportim të drejtë për drejtë. Raporti i Bashkimit Evropian përmes Sigmas dhe OECD-s tregoi përmirësimet të Shqipërisë në prokurimet publike dhe rendit vendin ndër më të spikaturit në rajon. Sipas shefit të qeverisë, ky raport dhe këto dëna zyrtare bien ndesh me thashet e mnajon për korrupsionin, duke theksuar se realiteti i shifrave tregon një situatë ndryshe nga çfarë paraqitet në gojën dhe retorikën e opozitës dhe mediave të saj. Një raport pozitiv nga Bashkimi Evropian për Shqipërinë ka njoftuar këtë të diel Edi Rama. Kryeministri tha se ditët e fundit qeveria merr raportin e Bashkimit Evropian përmes instrumentit përkatës të Sigmas dhe OECD-s që lidhet me prokurimet publike. Dua të ndaj me ju kënaqësinë e marrjes këto ditë të një raporti shumë domethënës të Bashkimit Evropian
përmes instrumentit të përkatës të Sigmas dhe OECD-s, që ka analizuar edhe panoramën e përgjithshme të prokurimit publike në rajonin tonë, ku Shqipëria spikat me përmirësimet e saj. Ndërsa shpesh flitet për korrupsion, Rama tha se me shifrat dhe fakte do të tregohet sa larg akuzave është. Përmes shifrash dhe faktesh do të mund t'i tregojmë edhe publikut se sa larg janë të gjitha ato që thuhen dhe stërthuhen duke ushqyer një perceptim negativ lidhur me raportin e Shqipërisë me korrupsionin dhe lidhur me pozicionin e kësaj shumice ndaj korrupsionit në raport me realitetin e fakteve dhe të shifrave konkrete, të identifikuara dhe të rreshtuara jo nga qeveria apo ekspertët e saj, po nga një instrument i besueshëm dhe cilësor i Bashkimit Evropian. Në podcastin e kësaj të diele, kryeministri foli edhe mbi ecurinë ekonomike në vend, mundësive për rritje pagash. Në qershor, rritje pagash paralajmëroi ai në sektorin e shëndetësisë. Nga qershori, pagat do të rriten edhe në disa shërbime kritike. Mjekët e urgjencës do të trajtohen në të njëjtin nivel me të tjerët edhe për sa i përket rojeve, që janë një ngarkesë ekstra, ndërkohë që shtesat konkrete do të arrijnë në 18.000 lekë në muaj për mjekët dhe 12.000 lekë për infermierët dhe teknikët, shoqëruar me paga më të larta për turne dhe një sistem të ri vlerësimi për përvojën. Po përgatisim edhe një kolon tjetër të skemës së pensioneve, vijoi Rama, e cila do t'i bashkangjitet sistemit aktual, kolonës qendrore të pensioneve, duke krijuar një hapësirë të re dhe një mundësi të dytë mbështetje për të ardhmen. Ndonë se çmimet e karburantit kanë postuar rritje, në Elbasan kjo nuk është reflektuar në biletat e transportit publik. Operatorët e linjave ndërqytetase thonë se për të përballuar kostot kanë reduktuar numrin e mjeteve në qarkullim. Lidhemi direkt nga Elbasani me kolegen Edisona Skënderi. Edisonat, përshëndes, si paraqitet aktualisht situata me transportin në Elbasan, sa është reduktuar flota e mjeteve? Të përshëndes të thënda, fatmirësisht në Elbasan nuk ka rritje të çmimit të biletave të transportit publik për sa i takon qytetarëve. Sa të fundit nuk janë përballur me rritje të jashtëzakonshme siç është konsideruar në përpaktën disa qytete të tjera të Shqipërisë, por që çmimet kanë mbetur të pandryshuara duke mos u pasur kosto në xhepat e tyre dhe duke mos i rënduar në ekonominë e tyre familjare. Sipas pronarëve të mjeteve që operojnë në fushën e transportit, në mënyrë për të mos rritur çmimin e biletës, ata kanë zgjedhur me marrëveshje mes tyre që të ulin numrin e flotës së mjeteve të cilat qarkullojnë. Nga 5, të paktën nga shoferët dhe pronarët e autobusëve që ne kemi pyetur që veprojnë në linja ndërqytetase në qytetin e Elbasanit, nga 5 automjete që ata disponojnë për shkak të rritjes së çmimit të karburantit kanë zgjedhur që të operojnë me 2 dhe në marrëveshje me pronarët e tjerë të autobusëve apo mjeteve të tjera që funksionojnë për transportin publik. Në terminalin kryesor të qytetit të Elbasanit, transporti është duke vijuar në mënyrë normale dhe asnjëra prej linjave që operon në këtë terminal të paktën nuk ka rritje të çmimit të biletës për qytetarët. Ndër ata të cilët janë më besnik dhe që frekuentojnë më së tepërmi transportin publik, është padyshim mosha e tretë, të cilët e kanë më të vështirë për të përdorur automjetet personale dhe zgjedhin që për lehtësi, por nga ana tjetër padyshim edhe për koste më të ulët, zgjedhin që të përdorin transportin publik në Elbasan. Shqetësuese deri diku dhe mbetet e kuptueshme në fakt nga ana
e shoferëve ka të bëjë me uljen deri diku të numrit të pasagjerëve, duke qenë pothuajse çdo familje tashmë ka në pronësi automjete, makina private dhe lëviz me to, kjo është reflektuar edhe tek ulja e numrit të personave që zgjedhin transportin urban për të lëvizur. Por kjo deri diku mbetet e kuptueshme për shkak të zhvillimit dhe punëve që qytetarët e Elbasanit që kanë zgjedhur në qytete të tjera e kanë më të thjeshtë për të lëvizur me automjete personale si sa të zgjedhin transportin publik. Dhe të paktën deri më tani që mbetet shqetësimi kryesor i shoferëve në Elbasan. Ata shpresojnë në fakt që kriza ekonomike që po kalon bota për shkak të luftës në Iran të përfundojë sa më shpejt dhe diçka t'i kthehet normalitetit, edhe pse pa lehtësirave që këta të fundit përfitojnë në marrjen e karburantit, duket se deri më tani situata paraqitet brenda kontrollit dhe për ta nuk mbetet më një të paktën deri më tani nuk mbetet shqetësuese furnizimi me karburant. Padyshim që i tremben zhvillimeve që mund të vinë në vijim, nëse do të ketë një kosto apo një rritje të jashtëzakonshme të çmimit të karburantit, edhe pronarët e automjeteve në Elbasan thonë se do duhet në fakt të përshtaten zhvillimeve që po ndodhin dhe do të jenë të detyruar që në të ardhmen në rast se çmimi i karburantit do të rritet më shumë, do të jenë të detyruar që të ecin në të njëjtën linjë me zhvillimet. Ne kemi pyetur shoferët në Elbasan, të cilët shprehen se edhe për gjatë të javëve në vijim të pastë nuk do të ketë rritje të çmimit të biletave për transport për të gjithë qytetarët që e zgjedhin, por që apelojnë për politika sociale dhe ekonomike më në mbështetje të këtij sektori. Gjithashtu kemi pyetur edhe ata që e frekuentojnë rregullisht transportin publik, të paktën linja të ndërqytetase në Elbasan, të cilët thonë se për shkak se janë moshe tretë dhe jetojnë vetëm me pensionin e tyre, lëvizshmëria e shpesht për ta do të thotë kosto ekonomike, ndaj kërkojnë edhe ta që të mos ketë rritje të çmimit të biletës, që të mos i vështirësojë sa i takon anës ekonomike. Shprehen në fakt të dyja palët, si ata që kanë linjat e transportit publik, por gjithashtu edhe udhëtarët e zakonshëm që kriza e karburanteve të përfundojë sa më shpejt dhe gjithçka të kthehet normalitetit. Edhe pse nuk ka rritje të çmimit të biletës, sërish frika dhe pasiguria për të ardhmen mbetet dhe i shoqëron ta themi çdo ditë. Për më tepër unë ftoj të ndiqni disa prej mendimeve që kemi marrë nga qytetarët të cilët përdorin transportin publik në Elbasan, por gjithashtu edhe pronarët e automjeteve që ushtrojnë këtë funksion në qytetin e Elbasanit. Unë ftoj që të ndiqni. Deri në këtë moment nuk kemi pas lloj ndryshimi. Në këtë moment tani më vonë jemi duke full nga xheper për momentin, po presim në mas. Dita nësë të kanë njoftuar së lloj mase. Na thanë gjëja që gjëja do ta ulin me 1.000 lekë të gjëja për kompensim, po s'kemi as lloj shpresë. Edhe herën e parë nuk na thanë. Sot nuk kam marrë 25.000 lekë nga Durrësi, më koj 40.000 du naftë. Nga 5 autobus që ishim për momentin 2 po punojmë, se s'ka një sfera, 3 po jam pushim. E kemi bërë me grafik. Rrim 2 ditë pushim, po në njëri, rrim 2 ditë pushim po në tjetër. Po kosto është rritur këtë 20% konsumi. Nafta. Po pas naftës rritet edhe tjerat. Goma, vaj, gjitha shërbimet. Po vaj nafta 3.000 lekë do të detyrohemi dhe ne që të përballojmë shpenzimet. Nuk e përballojmë dot. E kundra është, po s'keqëm çfarë të bëjmë me keqja me. Po ecim në kohë. Ai sa përqind është rritur, aq përqind në brek, mos e qartë. S'ka, ç'a komente të bëj për të? Na dëmton, po dëmton shumë se ne 2 pleqë jemi në shtëpi. Kështu që po shim marr masën përpara, po ku ta bënte. Mirë, Edisona, ndoshëm kështu edhe disa prej intervistave që ke kryer se takon kësaj çështje. Unë falenderoj dhe për raportimin e drejt për drejt. Do kemi një shkëputje, do rikthehemi sërish me Shqipëria Sot.
Pas përfundimit të ndeshjes mes Vllaznis dhe Teutës në stadiumin Loro Boriçi, janë regjistruar përplasje mes tifozëve të dy skuadrave. Mësohet se konflikti ka nisur menjëherë pas përfundimit të ndeshjes, ndërsa nuk kanë munguar thyerjet dhe tensionet nga të dyja palët e tifozërive, që ka çuar më pas edhe në përshkallëzimin e situatës. Lidhemi për të mësuar se çfarë ka ndodhur dire nga Shkodra me kolegun Simon Shkreli. Simon, të përshëndes, cilat janë detajet që kemi nga kjo ngjarje, përplasje mes tifozërive, a ka personat të plagosur apo edhe arrestime pas kësaj se çfarë ka ndodhur? Për gjatë 90 minutash në ndeshjen Vllaznia Teuta luajtur në Loro Boriçi, ku Vllaznia arriti të fitojë me rezultatin 1-0, tifozët e dy krave, tifozët e Teutës dhe tifozët e Vllaznisë, për gjatë gjithë 90 minutit kanë pasur shkëmbime, fyrje, sharje mes njëra tjetrës, por në fund të ndeshjes tifozët e Teutës kanë bërë dëmtime të stolave në stadium, cilët edhe i kanë hedhur në fushë, dhe më pas në të dalë ka pasur edhe konflikte mes dy tifozërive, ku një prej tifozave është dërguar në spital, një tifoz i Teutës është dërguar në spital, ndërkohë që disa të tjerë është bërë shoqërimi i tyre në polici për shkak të dëmtimit që kanë bërë në të stolave dhe ka nisur ndaj tyre procedimi penal për këtë dëmtim. Ai ka kapsuar një dëmtim të lehtë tifozit të Teutës, me të marrë mjekimin në spitalin rajonal të Shkodrës është larguar drejt shtëpisë. Nuk është hera parë që brenda tifozërive të ndryshme këtu edhe në Loro Boriçi ka konflikte të tilla. Kujtojmë se jemi në fund të sezonit futbollistik, kanë mbetur edhe 5 javë ku tashmë Vllaznia është në krye të tabelës dhe normalisht nervat e tifozëve edhe rriten për shkak edhe të rezultateve që sjellin. Kujtojmë këtu, Teuta humbi nga Vllaznia dhe tifozët, siç duket, nuk e pranuan këtë humbje. Qartë. Simon, faleminderit për raportimin. Fortifikimi i lashtë i Komlikut në Ungrej të Lezhës vijon të tërheqë interesin e studiuesve për vlerat e tij të ralla historike. Sipas specialistëve, struktura mbrojtëse që i përket shekullit 5 para erës sonë, ndërsa gjetjet arkeologjike tregojnë për një vendbanim edhe më të hershëm. Studiuesit kërkojnë nisjen e gërmimeve dhe ndërhyrjeve konservuese për dokumentimin dhe mbrojtjen e plotë të tij. Fortifikimi i lashtë i Komlikut në Ungrej të Lezhës ka tërhequr vazhdimisht interesin e studiuesve të trashëgimisë kulturore për rëndësinë që mbart. Strukturat mbrojtëse sipas specialistëve i përkasin shekullit të 5 para erës sonë, ndërsa materialet arkeologjike të periudhës së bronzit dëshmojnë për një histori shumë më të hershme të këtij vendbanimi, që shkon deri në 3000 vite më parë. Sipas historianit Paulin Sefi, ky fortifikim ka vijuar të jetë i banuar dhe funksional dhe në periudhën e mesjetës së hershme, çka mbështetet nga fragmentet e qeramikës të gjetura në sipërfaqe. Muret aktualisht ruhen me mirë në pjesën perëndimore, ruhen zhurmë të dy portave, ruhen zhurmë të paktën 10 kulleve, jo plotësisht të lezueshme, por ruhen relativisht mirë. Gjatësia e mureve është 60 metër, ndërsa gjerësia e tyre shkon 45 deri në 50 metër. Pra, mbulon një sipërfaqe, këto more qarkun një sipërfaqe rreth 0.2 hektar, ose 2 dynim, mjaftueshëm për të kryer idenë se këtu kemi të bëjmë me një qytet të jo fortifikim, por një qytet të fortifikuar të periudhës antike, deri në shekullit 5-4 para Krishtit dhe pikërisht në territorin e fisit i lirë të Pirustëve. Ky sit shihet si një mundësi për zhvillimin e turizmit kulturor nga Bashkia e Lezhës. Jo diçka është në interesin tonë, është që këtë fortifikate i lire ta kthejnë në një atraksion turistik, çka e bën më të plotë njësinë Ungrej, për sa i përket vizitorëve që vitet e fundit janë të shumë. Turistët më të shumë janë polak dhe çek, që kalojnë një pjesë të mirë të kohës së tyre në njësinë Ungrej. Specialistët theksojnë nevojën për nisjen e gërmimeve të mirëfillte arkeologjike dhe ndërhyrjeve konservuese, me qëllim dokumentimin e plotë të vlerave të sitit, përcaktimin e saktë të periudhave të tij të zhvillimit dhe përfshirjen në listën e monumenteve të mbrojtura të trashëgimisë kulturore. Ishte gjithçka përgatitur për Shqipëria sot. Të tjera zhvillime mund t'i ndiqni duke klikuar në faqen zyrtare abc.news.al. ABC News mund ta ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM.
Me edicionin e mesditës në orën 12 do jeni me kolegen Fabiola Hoxha, në bashkë ndajemi këtu. Faleminderit për vëmendje.